me atë kishin me rroj. Kur e mi e kom po, një fëmi sa vjetë që konë, a sa mu që konë, tash nuk muaj me ngarku, një këshie, qyshe kish pas, që e kish kill në tërë, qash që e kish, dërë në ullame, ja kështë ponë. Kështu kujton sot Muhamet Jashari pamjet e një fëmije të vrarë në sulmin e 5, 6 dhe 7 marsit të vitit 1998 në Prekaz. Muhamet Jashari ka kujtesë të mirë për 5 marsin e vitit 1998, kur policia e ushtria serbe kishte sulmuar Prekazin dhe familjen Jashari. Edhe pse i shtyrë në moshë sot, a jep detajet e asaj dite duke përshkruar gjithat pamje të forcave të mëdha të policisë së ushtrisë serbe, të cilat kishin hyrë në fshat. Ata kishin arrestuar me njëherë bashkë me të vllain Milazimin tashmë të ndjerë, të cilët po i mbanin me armë në kokë. Ato inshallah mos e projektojmë çka jem na. Rreth kom pas rrok këtu. Policisë, Milici e uftëri, polici. Edhe si kanë hi mas pari, peja sa janë në tepër, i kanë vrarë 200, tash i kanë hi mrena, a i një veta, pasë në veta. Të ju në shpe? Po në shpe, u im kom me një, ke fjolla për 98. Po. Edhe, mu në kanë qitë jashtë, në kanë shta. Unë kanë të një zetë që tu, a qësin të punoni vetë atë në vërdetin, deri ka Allah për din sapi akshami, kanë batu luftet e veta, hjekje neve që është në kanë rjep, e në këtë anë në tonë, është 5 rrathë shkonë, ku në lejës kretë pukës për i herë, ka ardhë që këtë pesë o jone, Posa që të këj dhe shami, se kom pas plumi së pesone më karë. Pro i kom pas 2 ase. 2 milit. Njën e kom pas këtu, njën e kom pas qafë me armen, edhe këj në dhej. Nga tymi i armëve ishte krijuar mjegull e madhe, por Muhameti po insistonte të shiste se çfarë po ndodhte përreth për të qenë sot një dëshmitar për ne. Mos të mjegull e madhe, qasë madhe që rëthërës që qëtën, ma ka shtin kryu në dhej. Unë thamë me moskë, a mo isha i tërësën me po që po bomat. Po s'mala, edhe kryu në dhej, deri, mas një coperi, u këfjell pak, edhe në kanë qitë, në kanë të upe aty ytë, edhe mua, edhe dhomë, në kanë të botë e natë, në kanë ngarku, në kanë qovë për Skënderaj, që soj rrugë, për pjetë, malit 5 rrathë shkanë, i kom gjithë 5 rrathë. Pe i fundit, dhe ndolë atë në krytë. Aqë forcat të mëdha të policisë? Forcat mëdha, me tana që ka pas me të lëmite e Jugoslavisë. E deri të ato shpjete, që i thëmë në asoj që të slagje, që i kemë po me sy, edhe në kanë quen Skënderaj. Në stacionin e policisë në Skënderaj, ata ishin rrahur e maltretuar rënd. Pas tyre kishin arrestuar edhe disa shqiptar të tjerë nga Polaci. Atyre po ju bësh impresion që të tregonin për të rinjët të tyre. Ja, foni mra më tha, mua t'i lozë, 5 vetë. Na du të por shkujmë, na qumë. Mas një gjysërë, orë një zukë. Mas një zukë, i theshëm. Edhe aj, i mëqëm. Mas asoj gjysërës, mas një zukës, i kanë provë 2 zonë palasit. O bon 5 aty. A mo kem pas bëllë. Rëndësime kem pas. Pa tjetër. Kur thanë për më nalëshu, na vetë mua Allah, ku i keni mishtë, ku keni nipa, s'kem mishtë, s'kem nipa, i na me qështu. I tha zukë sa na patë më shu, po që ta dy, nuk pëdim ku mi qu, as ku me lonë.
veç në qitë që me vro. Tha, jo, për si e keni për me nërëshu, a mona, o të shë në të rejë. Tha, për si keni për me nërëshu, ku i bëjë venë veti, i bëjë dhe kënë në ishë në vazë në lakë. E ma tha, dy përdos në të i kemë lëmë, në si që ka bo ma tha. Muhametin dhe grupin e tij kishin lejuar të shkonin te Zuga, kurse të nesërmen ju kishin kërkuar që të shkonin në Prishtinë të identifikonin të vrarët gjatë 3 ditëve, me 5, 6 dhe 7 mars të atij viti. Me atë kishin me rroj. Kur i mije kun po, një thmi sa vjetë që konë, a sa mu shukon, tash nuk mëjnë me ngarku, një kushie. Kysh e kish posë. që e kish kill në dërë, qashtë e kish. Dërë në me ja kështë bon me thema. E më të shumë kam në dhe monim. Shumë në vesin, a i kënë jo. Nështë ta kumë njëftë. Po nështë ta s'kumë të njëftë se mu pi vedia për sabije. Po me të thashtë që ishin me rroj. A i kishte identifikuar djalin e Axhës së tij Ismail Jasharin, por edhe të gjithë të vrarët e atyre ditëve në Prekaz. E kom po nëse djalin e mi, se kom po të gjithë këshit, aja visë shkrejke, po shkrejke të i mëra në kryt, edhe më shej. O kësha mujtë moment si dronë, se o puna dronë, mos më isha me... Me duru ato pamje. Ato s'ka posha. Policia serbe i kishin detyruar që t'i ngarkonin kufomat në një kamion, por Muhameti u thotë se nuk mund ta bënte një gjë të tillë. Megjithatë, policia i kishte mbajtur peng atë dhe 2 të tjerët për t'i dërguar përsëri në Skënderaj, ndërsa kërkonin një vend se ku mund t'i linin kufomat. Aja magazine që konë e grënit, era sanikut për e doklit. Më shtimrena. Tha, kjo tha, gjitha sanë rrugdollet, tha, asë kësë mujtë me ditë, asë kërkushi, po së qatë magazin. A di që më smirë, dhe ishën, në konë para milicion shaja magazina, apo këtën. Tha, mirë, tha, ju pas ka kujtu. Tha, këta Jasharë, tha, këtë fërth. Edhe në zëratin, komandiri, vetë komandiri. Tha, po të vrasë. Gjozë vëmët. Qa poshtë është gjozë vëmët. Edhe më shku jetë asë mu, pa të asë shumë jetëvet. Po, që shtini, mëna. Edhe në tha, esë një dy. A i pishpish vetë, unë ka në kokesh, edhe u bëndë nëset varrimi. Pas varrimit të vrarëve në Prekaz, më nuk ishte mbetur asnjëri, thot Muhamet Jashari, duke kujtuar me shumë dhimbje atë kohë deri në kthimin me 1999. Muhamet Jashari thot se Adem Jashari ka qenë i përgatitur me armatim, por nuk e di me saktësi se çfarë përgatitjesh ka mund të ketë pasur, kurse forcat serbe kishin artilleri të rëndë, thot ai. Megjithatë, ai kujton luftën e madhe që ishte zhvilluar ditën e parë me 5 mars 98. Këta e kanë përgatitur, gjithë forë që kanë, pejtë parës. Po na s'kem pas që aty, kush që ka pas, kërsy s'ka. Ta shumë u disa pesho si po flasin gjithë shka. Unë nuk mundë kërkush me ditë sa ka pas. Sa ka pas përgatitje? Sa ka pas përgatitje mërën atje. Ata ty i kem po. Në gjatë që nga pedat që në herën qaqysh. Nuk mujë me ti që ka pas e mërën. Asa tu familje të ne që ka kanë pas mërën. Amo për i herë kërë kanë kërësit. Këtu u lezë të rahastanit që konë në qëtë qytëre. U lezë plak, unë thakë që ata dhe thashë o kalëm këta dhe na. S'mo më zëtë të shvjeti. A i thot se kjo familje e të gjitha familjes shqiptare kanë qenë të maltretuara brez pas brezi. Muhameti kujton edhe sulmin e parë të policisë serbe me 1991 në Prekaz. I na konë gjithë në zëllëm. Edhe brez mas vrezi. Une nuk muj me pas besim ta për 75.000 vjetë. Se që me kanë thonë prëndë, pleshtë. Që ashtu që dhe prej atu,
E shova më lidhe men I herë për 100 vjetë. Natën nitën, para në herë që rrëthku, I e nashtë në kanë rrëthku, edhe kanë po zullume, kanë po kontrollime, s'na kanë lënë as bësk, edhe na kanë qunë me Tërvicë. Këtu na kanë rrej. Edhe bashkë që unë që këshim, kur hinë mrena, pesqartë që hinë mrena, 2. Një I shkon, një thëmë së të qoki, që ju hima veç që t'unë ka kap, ke buka t'u I pjek. Pulola ka që si vakti. Ke buka t'u I pjek, veç I ka fshonë dhe shparetit edhe krytë shpare. Po së në zonë ka krytë. Një tjetër ke bëja gëjati I piskat, ke mua që ashtu. Edhe mi ka o një djallit që plak, se veç me qa djall edhe në halën kesh. Ajmë I kush jam e ka shty qyshtën me kondakt pushkës, edhe kam fletë qanej. Çka lypshin atëherë? Atëherë lypshin e orme. Pretek se kanë pasë. Qysh me bolëje. A I kujton se si kishin arrestuar Shaban Jasharin e shumë të tjerë të fshatit. Pej shpis Haxha Shaban, lavdi që. E dhe që shpinë për të në 2 kote si është për para. Këtu e kanë rrej pa doheq. Në mas në rome, 5 në atë shpinat e pusht, 5 në këtë shpinë, që na morën me Tërvicë, e kanë morë dhe tjera asajone, edhe vlau me gjithjall, edhe një gjall të mingjes, edhe na kanë qua me Tërvicë. Edhe kanë shtarë zëllëm zi e tërë. Dërsa kujton se si kishin liruar atë të fundit nga I grup, të dëbuar në rrugë në një natë dhjetorit të ati viti. Matë më romin më kanë shumë, qështë I arfate, I vlam, ishin kanë dhe 2-3 këtë kojshi, aty I herë thadë, mene këtë plakë, ka po, të rëthar, as ata nërme vjetë që ka gjohë bashkë me do një derë, a I në që të hyme, një që si qene mas më romi më ka për krahi, ka qitë dhe në gjohë dhe në asfalt për të burgut atë. Po për të burgu edhe blozët e qare. Ka për të atë të kanë atë nësë shumë pike sa grupë në bërë. Nga I maltretim, Muhameti vuan pasojat me shëndet edhe sot. Edhe më roni o pushk, po cërkres, 3 kjerë, a 4. Më bëkrit 4 qërsh. E pe atët, kam për edhe në krye, kam pasojat moja. Qësh ja. Tash peshë si dhe sytë, po më nëjnë, po edhe vesh po vinë të shurë. Se kur po më nëjna me mojt vetën qëtëm, po më hatu e pëtërun një pak. A më me pas zhurme, me pas kësa I dhime, me pas kësue, me nërë shosi... Nuk një është mirë. Nuk një në heq. Unë po të kërkoj falje që ta kujtova atë historitë të dhemshme. Jo, unë s'pas... Këto në s'moj me haru dhe I desë. Sulmi I 5, 6 e 7 marsit të vitit 1998 I forcave serbe në Prekaz nuk ishte befasi për jasharajt, sepse tashma ata e dinin se një ditë do të ndodhte. Pas sulmit të parë me 1991, sidomos familja Shaban Jasharajt ishte vënë në shënjestër të Serbisë dhe Muhameti tregon një rast kur I gjithë fshati ishte mbledhur në oborrin e Shaban Jasharit. Kem pritë se tash një heq natën itën, tash edhe herë një nërë dhe kanë rrëthkuar natën në Ramazan, a kun I 12, I 13, Haxha Shaban. Haxha Shaban. Po. E, na toni na konë regun, tamë mënë na konë sëfër, të toni na konë abërti. Kreti na konë abërti. Si kem një bërtime, kem një zonin, me njerë na konë të tonë angazhon, edhe të tonë, s'kem ku më shku asë njën I tjetërin. Vazni na konë, vazni jem.
Ai tregon se si policia serbe po I bënte presion duke insistuar të fliste për familjen e Shaban Jasharit, por ai thotë se familja e Shabanit është edhe familja e tij dhe I gëzohet sot rritës dhe trashëgimtarëve të asaj familje dhe familjeve të tjera në fshat që kanë pasur humbje në luftën e Prekazit. Shumë herë më kanë ndodhur atje, ku e ke, ku e shijeka. Në rëke, ku e shijeka. Sa të shijeta, ta si haraj. Ju që ata që ka vonë jetën në lavdi ju që, po e ta si, që shetim, sa e në shku, që I edhe në më ditë ime, që zoti u funson. Urin gjallë familja. Urin gjallë, po. Jemi kinohën që, po që kje pak me plak mi. Nështë ta bashkë pe që sa jodhim të, pe që sa hjeka që ka I kujtë e ka erë, kjo me pak dar një pak nësie, që tek një shpi e kemë si në kashim. Apo? Atje në fund s'ka lanë, dy gjemi pat, o vra me djeme me shëq, qysh o vra, qërimi me ukshin edhe me shani. Mbjemnin edhe ata Jashar jena? Qati. Po. Tjerë të gjithë kanë trashëgimtarë, po? Gjithë. Edhe ata ka leftu, edhe këta ka leftu, edhe këj ka leftu, edhe të gjithë kush qa ka pas, kërshim ka, edhe këj të shpia ka pas. Lagje e lidhë në konë, lagje e manë në vesh njënë me tjetin në konë. Po që në harë rasti, po apet mirë jem. E lënë dhe më si mush në umri, pishët të rrejt, pishët të shku për parim, ishala, sa shvime, ishala bez më të dhe shka një mare mirë të qëtë. Muhamet Jashari kishte lutur një kalimtar të rastit në atë mesnat të ftohtë dimri që të strehoi deri në mëngjes. Në mëngjes ishte nisur nga Mitrovica dhe kishte arritur disi në shtëpi në Prekaz. Ai ishte vetëm një qytetar I thjesht, ishte marrë me bujqësi duke siguruar bukën e fëmijëve e nuk bëhej fjalë për sigurim të armatimit. Por Serbia ka dashur të luftoj edhe më fëmijët në Prekaz dhe Muhameti tregon edhe një rast tjetër rënqethës nga ajo kohë. Kur shkova e posha në djollë, të ati djollë dhaftë. Fëmi, qëtniku, qyqin këtu, dhe shëm kalon me të. Natën ikte në konë fjalla, me gjithë pënti më konë. Edhe uzgë, djollë e haqëm, ata që qëtën të më jashtë, ka në të jashtë. Hajde të kotë ku për me, apë I ti, apë I ati. Pa I fëmi, I lidhëm me shëgë, sa me kote di që shikim ato zanotët e tërë. Fëmi në gjepë. Qaqë këtë lagje u mënu me zbjede edhe në thmi djepit. Kjo veç u do këtë në anë të tetën, që thashtë a thmi që shë pashë shkelën. E nuk e kemë bashkë letë. Atë një që është lavdi, gjako që një këtë fëleri, hi e kemë bëdhë. Shoha të zëtës në hau, e shoha në vjenë në leri, që i gëzojnë, brez mas brezi, leri. Se në ra gjithë është në mujtje. Për luftën e Prekazit brez pas brezi, sidomos për sulmin e marsit të 98-ës, është shkruar dhe është thënë në shumë analiza e studime, por në këtë fshat ka ende dëshmitar të cilët e kanë përjetuar drejt për drejt sulmin e 5, 6 e 7 marsit. Me 5, 6 e 7 mars 1998, nga një përballje e pabarabartë me forcat serbe, bie heroikisht komandant Adem Jashari, vllai I tij Hamza e 20 antar të familjes së tij. Kurse në gjithë atë rezistencë gjatë 3 ditë luftimesh, vriten 59 veta, 55 prej tyre të lagjës Jashari. Shtëpitë të dëmtuara në luftën e Prekazit tashmë janë në mbrojtje të shtetit e kompleksi memorial Adem Jashari është ndruar në vendin më të vizituar në Kosovë, sepse aty shihet, preket e përjetohet ajo çfarë ka ndodhur në luftën e Kosovës.